Zona e Matit së fundmi është kthyer në vëmendje të turistëve. Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamjet në rrjetet sociale nga zona e Matit, duke e vlerësuar atë si një nga destinacionet që çdo vizitor duhet ta eksplorojë. Kreu i qeverisë shkruan se pamjet e mrekullueshme nga Mati, ku natyra ofron një panoramë të jashtëzakonshme, është një destinacion që nuk duhet lënë pa u vizituar, ku thekson se bukurinë natyrore dhe potencialin turistik të kësaj zone veriore në Shqipëri. Publikimi vjen në kuadër të promovimit të pasurive natyrore të vendit dhe nxitjes së turizmit lokal në prag të sezonit veror. Rajoni i Matit ofron një sër destinacionesh turistike që kombinojnë bukuritë natyrore me vlerat historike dhe kulturore. Ndër më të njohurat janë Parku Natyror i Qafshtamës, një zonë e mbrojtur që shtrihet në kufirin mes Matit dhe Krujës. Ky park është i njohur për pyjet e dendura me pisha, burimet e pastra të ujit dhe ajrin e freskët, duke e bërë një destinacion të preferuar për ecje dhe relaks në natyrë. Në këtë zonë ndodhet edhe vila e ndërtuar nga mbreti Zog, e njohur si Vila e Mbretëreshës Nën, që shton vlerën historike të parkut. Përveç parkut të Qafshtamës, Matit i përket edhe vende të tjera me interes turistik, si Kalaja e Macukullit, një fortesë mesjetare që ofron pamje panoramike të luginës, si dhe ura e Zogut, një strukturë historike që lidh brigjet e lumit Mat. Gjithashtu, zona është e pasur me tradita kulturore dhe kulinari, karakteristike të veriut të Shqipërisë, duke ofruar një përvojë të plotë për të gjithë vizitorët në këtë zonë.